E të nderuar shikues, ne po rikthehemi sërish në studio me pjesën tjetër të mysafirëve, të cilët i kemi në studio dhe këtë vit ju sjell është një aktivitet i cili vjen për të tretën vit radhëzi, një aktivitet për ata të cilët janë adhurues të natyrës. Bëhet fjalë për marshin tradicional i cili këtë herë vjen i kombinuar me një risi, manifestimin Dita e Staneve, që organizohet për herë të parë. Këtë dy ngjarje do të mbahen me datën 8 qershor dhe për dallim nga vitet e kaluara, si vjet aktivitetet janë më të pasura dhe më të organizuara. Për këtë është përkujdesur Qendra për Bujqësi të Qëndrueshme dhe Zhvillim Rural, Qesart, si dhe bartësi projektit në bashkëpunim me klubin Bjeshkatar Tetova. Për të na treguar më shumë për rreth këtij qëllimi dhe këtij projekti, veçanërisht manifestimin dhe për të kuptuar nga afër çfarë i pret pjesëmarrësit këtë vit, unë sot kam në studio zotëri Arben Halilin, kryetari i Qendrës për Bujqësi të Qëndrueshme dhe Zhvillim Rural, Qesart, dhe zotëri Bujar Xheladinin, kryetari i klubit Bjeshkatar Tetova. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët në studio. Mirëmëngjes, mirë se u gjetëm. Faleminderit për ftesën. Mirëmëngjesi, mirë se u gjetëm. Është kënaqësi t'ju kem në studio për të biseduar edhe për këtë bukuri natyrore dhe për të gjithë ata të cilët e duan natyrën dhe ardashësit e natyrës. Zotëri Arben, do të filloj me ju, me që jeni bartës i këtij aktiviteti dhe është shoqata Qesart, e cila është një ndër bartësit e këtij projekti. Ju lutem na tregoni pak më shumë për shoqatën Qesart dhe për qëllimet e këtij projekti. Çfarë aktivitete shpërfshin? Në fakt, shoqata Qesart është e themeluar në vitin 2013, realisht jo që ka patur në një aktivitet shumë të zellshëm gjatë periudhës së kaluar, megjithatë duke parë nevojën në radhë të parë të identifikimit të potencialit zhvillimor që ofron Shari dhe Pollogu në përgjithësi, dhe në anën tjetër nevojën gjithnjë në rritje edhe të banorëve të rajonit, po edhe të qytetarëve të tjerë për të eksploruar, për të zbuluar bukuritë e Sharit, e pam të arsyeshme që të aplikoni me një projekt i cili më afër do mundësonte këtë qasje të palëve të interesuara në bukuritë e Sharit dhe fatmirësisht hasëm në dyrë të hapura tek donatori kryesor i këtij projekti, që është CNVP në Maqedoni, të cilët duhet publikisht t'i përshëndes, të cilët financiarisht mbështeten këtë projekt. Dhe sigurisht që si organizat ne po implementojmë për herë të parë një projekt financuar nga CNVP-a, kurse klubi Bjeshkatar realisht e ka projektin e dytë që implementon, po kryetari i klubit do flasë më tepër për të. Po. Dhe realisht qëllimi i projektit ishte që të promovonim vlerat autoktone në Sharë me tekst të veçantë në stanet e Shipkovicës, sigurisht duke pasur edhe disa aktivitete tjera të mbështjella ose të prezantuara në kuadër të projektit, dhe njëkohësisht duke shfrytzuar edhe eksperiencën të klubit Bjeshkatar në organizimet paraprake që ka pasur me marshe tradicionale dhe të njëjtat i inkorporuam së bashku në këtë projekt. Patjetër. Zotëri Bujar, tash do kthehem te juve. A mund të na tregoni pak më shumë rreth themelimit të klubit Bjeshkatar Tetova dhe cili është misioni i tij? Atëherë klubi Bjeshkatar Tetova është themeluar në vitin 2019 si një nismë qytetare dhe iniciativë nga një ide nga një grupi entuziast, bjeshkatarësh me përvojë shumë të gjatë, të cilët edhe paraprakisht janë marrë me bjeshkatari, me qëllimin dhe me dashurinë për të zhvilluar dhe për të afruar njerëzit me bjeshkën. Do thonë, klubi Bjeshkatar Tetova momentalisht numëron rreth 70 antarë. 70 antarë të regjistruar, të cilët marrin pjesë në marshet që ne organizojmë gjatë ekspeditave tona në vendet e caktuara, gjithsesi në malin Shar. Domethënë, misioni i është që të vetëdijsojmë njerëzit dhe qytetarët që të marrin pjesë në ecje, në bjeshkatari, domethënë mundohemi që të zhvillojmë dhe të prezantojmë bukuritë që na ofron natyra, gjithsesi që na ofron mali Shar. Po, patjetër. Zotëri Halili, cilat janë aktivitetet e planifikuara për të realizuar gjatë manifestimit Dita e Staneve?
Në fakt kemi parapar një program të begat që besoj do... Ma dërgove, ishe në emision ti ma dërgove edhe programin. Programin realisht dita do filloj, ose aktiviteti fillon që në ora 8 në mëngjes, me grumbullimin e të gjithë paleve të interesuar, është në dalje të Titovës për në kodrën e Diellit, ne i themi tek teleferiku. Dhe më pas, dikur rreth orës 9 pritet që pjesëmarrësit të arrin tek Guri Sidollit, ose në gjuhën lokale tek Gjuri Sidollit, ku normalisht kryetari i klubit bjeshkatar dhe unë do kemi një fjalim për shëndetës dhe normalisht për ti informuar pjesëmarrësit me aktivitetet e radhës. Programa kryesore të themi fillon me çajin e bjeshkës ose me çajin e sharit, që do shërbehet diku nga ora 9 të gjys 10 varet kur do arrim tek stanet, dhe me aktivitetin e parë tjetër që është qetja e dhenve. Pas asaj, rolin kryesor dhe ketë klubi bjeshkatar për t'i udhëzuar dhe udhëhequr pjesëmarrësit në për rrutën që ne kemi parapar për të zhvilluar atë ditë. Dhe më pas do kthehemi domethënë sërish tek stanet për të vazhduar me 2 gara të tjera, që është një lojë tradicionale e fshatit, domethënë ne si fëmijë kemi luajtur, atë është loja me naska, që është me shkopitë e barive, cili shkop do të shkojë më lart. Dhe pjesa tjetër është me tërheqjen e elitarit dhe sigurisht më pas me aktivitetet tjera ose me promovimin e produkteve lokale, kështu që besoj do jetë një ditë e ngjeshur, po për të mbajtur mend. Po, pse jo? Dhe shpresoj që të jetë një traditë të ngelet gjithmonë ky aktivitet, se është vërtet një aktivitet. Realisht qëllimi është ai, ne nuk dëshim të kemi një lloj shkëputje, për ne si shoqat për herë të parë organizojmë aktivitetin Dita e Staneve, për me që klubi bjeshkatar për të 3 vit radhazi ka marshin tradicional dhe besoj ky lloj gërshetimi i aktiviteteve, besoj që po trason një rrutë ose një rrugë të shëndosh në të ardhmen që këto aktivitete të ngelin tradicionale dhe për të prezantuar edhe një lloj modeli që bashkëpunimin ndërmjet organizatave të ndryshme drejt të njëjtit qëllim mund të japë edhe frute më të mira. Në këtë vit ne kemi marshin e 3 tradicional që organizojmë dhe mundohemi që ta bëjmë tradicionale dhe do ta bëjmë në bashkëpunim me organizatën Cesar. Në këtë rast, në këtë manifestim, ne do të jemi bartës i aktivitetit dhe do organizojmë domethënë ecjen nga stanet e Shipkovicës, do jetë një ecje rrethore, shumë e lehtë dhe e preferueshme edhe për bjeshkatar apo për qytetarë të cilët kanë dëshirë dhe e duan natyrën, mund të na bashkangjiten që të vinë, që të shijojnë një ditë më ndryshe, më afër natyrës dhe... Po, patjetër. Çfarë bashkëpunimi keni rreth me organizatën Cesar, veç me theksuat se do ta bëni edhe ditën, mirë po, a mund të na tregoni pak më shumë edhe rreth projektit të përbashkët? Do të ngelet një projekt që ndoshta do të përputhet që vazhdimisht ta keni si... Unë theksova se ne bëjmë mobilizimin, organizimin dhe bartjen e projektit, ndërsa organizata Cesar do bëj prezentimin e aktiviteteve të veta që ka në plan program, të cilat i theksoi Arbeni, që janë prezentimi i jetës kulturore të barrive, domethënë të jetës të mënyrës së jetesës të barrive në stanet e Shipkovicës, ndërsa ne do bëjmë organizimin dhe ecjen në pjesë të caktuar të malit Shar. Po. Zotëria Lili, projekti mban një titull karakteristik stanet e Shipkovicës dhe përvojë autentike. Çfarë ju shtyu të implementoni një projekt që ka në qendër promovimin e këtyre staneve? Në fakt ndoshta janë treguar pak lokalisht sepse unë vij nga fshati i Shipkovicës dhe realisht edhe jam rritur unë në ato stane me gjyshin dhe nevoja e promovimit të vlerës autoktone dhe autentike që shfaqin ata stane ose ajo pjesë e Sharit, sikur ka qenë e haruar ndër vite, realisht e njohur vetëm nga ne, banorët asajane, po duke parë 3-4 vitet e fundit, mund të them, rritjen ose numrin gjithnjë në rritje të pjesëmarrësve, të adhuruesve të natyrës, duke kontribuar në këtë drejtim edhe shoqata bjeshkatare, po edhe themi persona individual që eksplorojnë dhe duan natyrën, e pashtë arsyeshme me bë diçka që do rriste vlerën, themi, të atyre staneve dhe që ndoshta është momenti i fundit që të fillojmë të ndryshojmë atë qasjen e shfrytëzimit të atyre staneve, të mos i
shfrytëzojmë vetëm për nevojat tona familjare, themi, dhe për të dalë për të shijuar një ditë ose një fundjavë atje, po që të njëjtat të mund të shfrytëzohen edhe për pse jo qëllime komerciale, që turistët të mund edhe të blejnë produktet vendore, lokale, të barive, gjatra të ndryshëm, produktet të tjera të cilat kultivohen në atë lartësi biletare, rreth 1680 metra është lartësia biletare. Kështu që e gjykojmë si shoqat të rëndësishme që të fillojmë nga vetvetja, nga promovimi i asaj që është vlerë jona identifikuese autoktone, dhe normalisht që kjo më pas të jetë si një vlerë shtesë realisht që edhe barit, po edhe banorët e kësaj ane të ofrojnë produkte, të ofrojnë shërbime, të ofrojnë stanet realisht për akomodim për turistët të cilat po vërej që ka një kërkesë, ka një nevojë në rritje dhe pse mos shfrytëzohet si potencial. Po, patjetër. Zotri Gjeladini me datë 8 qershor organizon një ngjarje të përbashkët çdo vit. A mund të na tregoni më shumë rreth këtij manifestimi dhe si janë të përfshirë qytetarët, veç me theksuam që është i viti i tretë me radhë, pak më tepër në lidhje me aktivitetin. E theksova edhe më herët se është marshi i tretë tradicional që organizojmë. Dallimi është se këtë vit do ta bëjmë në bashkëpunim me organizatën Cesart. Do zakonisht të mlidhemi në një event të caktuar që quhet Burri i Sidollit. Mbam fjalim, do të thonë prezantojmë qëllimin dhe për çka organizohet ai marsh. Thirrja për qytetarët është e hapur. Mund të marrin pjesë të gjithë të interesuarit, që kanë dëshirë, që duan natyrën. Mjafton që të kenë një parë atlete të mira dhe të vinte në bashkangjitjen. Marshi organizohet me qëllim të promovimit të vlerave të Malit Sharr, të prezantimit të kulturës autoktone dhe të traditave që janë në pjesë të Sharrit. Vitin e kaluar dhe gjithsesi vitet e kaluara kemi patë më shumë se 300 mysafir gjatë organizimeve, edhe këtë vit presim të njëjtin numër të mysafirëve. Gjatë organizimit do ketë degustim të çajit vendas, çajit Malit Sharr, do kemi aktivitete të ndryshme, zbavitse, do kemi lojra, si që potencoj Arbeni, lojra të ndryshme autoktone të barive, dhe mendojmë se do jetë një ditë më ndryshe nga të zakonshme. Nga të zakonshme. Zotre Arben, gjatë këtij projekti keni realizuar edhe një hulumtim mbi historikun dhe gjendjen aktuale të staneve të Shipkovicës. Cilat janë disa nga gjetjet kryesore që kanë nxjerrë ky hulumtim? Në fakt ka qenë aktiviteti i parë që ne kemi realizuar si organizat në kuadër të këtij projekti Stanet e Shipkovicës përvojë autentike, dhe realisht gjatë këtij hulumtimi kemi arritur në gjetje interesante. Në radhë të parë kemi bërë numrin e përgjithshëm të staneve të cilët janë të vendosura aty. Po do të përmendur edhe një fakt tjetër që zanafill ose historiku i këtyre staneve është shumë interesant, se realisht deri ka mes i viteve të 60-ta, stanet nuk kanë qenë të lotësuar ose të vendosur aty, kanë qenë në një vend tjetër që ne banorët vendasë të themi stena bar ose stanet me bar, sepse kanë qenë prona private. Dhe për shkak të sistemit të asaj kohe dhe për shkak normalisht të mbështetjes që banorët vendas që kanë dhënë njerëzve të diskriminuar e të ndjekur nga pushteti që kanë qenë banorë vendase kështu me radhë, dhe interesin ose temi qëllimin politik të shtetit për t'i kontrolluar e për t'i lokalizuar banorët që mos i mbështesin këta njerëz të vendas të cilët kanë qenë të ndjekur nga pushteti, dhe nga pamundësia që për t'i kontrolluar në stena bara themi këta banorë, i ka detyruar me dhunë që të njëjtit të shpërngulen në këtë hapësirë që ka qenë e papyllëzuar dhe që asje pushtetit më e lehtë për t'i kontrolluar. Po megjithatë sot po del që ka qenë një hap i dëmshëm i asaj kohe, po shumë i mirë sot, sepse potenciali që ofron kjo hapësirë për zhvillimin e turizmit është shumë e përshtatshme. Dhe realisht gjetjet janë interesante, ndër gjetjet më specifike mund të përmend gatishmërinë e shumë prej pronarëve të këtyre staneve, që stanet të fillojnë dhe t'i japin me qira. Disa mund të ofrojnë vetëm ushqime ditore, të tjerët kanë nevojë veçanërisht ata të cilët merren me kultivimin e baktive, kanë nevojë për pajisje të ndryshme të cilat ju nevojiten, për shembull
është rajon shumë i bukur, por fatkeqësisht nuk ka qasje në energjinë elektrike dhe në këtë drejtim 3-4 nga të intervistuarit që merren me ruajtjen e love dhe të dhenve kanë nevojë për panele solare për shembull, ose edhe për pajisje të tjera të cilat mund t'i shfrytëzojnë për bagëtit. Ka njerëz të cilët janë të mos them të specializuar, sepse në aspektin e letrave nuk janë të specializuar, por në aspektin e përvojës të eksperiencës që ata kanë, janë super të gatshëm për të qenë guida reale dhe për të mbështetur tura të ndryshme për të eksploruar themi bukuritë e Sharrit dhe shumë gjete të tjera të cilat mund të lexohen në publikimin i cili është edhe në rrjetet sociale të organizatës son, po edhe në rrjetin social të CNVP-s si donator kryesor i këtij projekti dhe besoj që në të ardhmen do shërbejë edhe si një bazë për të ndërtuar një projekt tjetër i cili më përafër do ju gjendet nevojave të banorëve lokal. Dhe realisht nuk ka qenë vetëm ideja të eksplorohen vetëm stanet në këtë drejtim, po kemi përfshirë edhe shumë banor të fshatrave të tjerë të Sharrit, nga fshati Vic, nga fshati Bozovc, gjë që po ashtu duhet përmendet që edhe në këtë aktivitet do të jenë prezent me promovimin e produkteve të tyre në përshtandet të cilët ne i kemi parapar për atë ditë. Kështu që do jetë një aktivitet gjithë përfshirës me produkte të identifikuara, me gjëra reale, konkrete që janë karakteristike për atë rajon. Ju thatë unë jam lokalist, mirë po ju e keni menduar për gjithë... Lokalist që në aspektin vetëm për Shqipërisë, po thjesht për lokalist për Sharrin. Për Sharrin. Unë do ja parashtrej një pyetje të dy juve, zotëriare dhe zotëri Arben. Në fund ta keni ndonjë mesazh apo porosi për qytetarët që duan të marrin pjesë në këtë event? Ftesa është e hapur për të gjithë. Ftesa është e hapur për të gjithë qytetarët, dashamirë të natyrës, të cilët duan të kalojnë një ditë më ndryshe, më afër natyrës dhe më afër bukurive të Sharrit. Mjafton dëshira dhe vullneti i mirë që të vinë të na vizitojnë. Ne në faqen tonë të Facebookut i kemi shpall agjendën se si do organizohet koha e takimit, itinerari, si do zhvillohet gjithçka brenda ditës, thjesht bëjmë thirrje të hapur që të vinë të kënaqen, të përjetojnë një ditë ndryshe, një ditë më afër natyrës dhe të marrën me vete familjar, shok, miq, të dashur të vet dhe të shijojnë bukuritë dhe gjithçka që na ofron Mali Sharr. Po, patjetër. Zotëri Arben? Për realisht siç po të mësova dhe më herët, presim të jetë një ditë e veçantë. Fatmirësisht dhe koha duket që premton që do të jetë e mirë. Të gjitha ata të cilët janë adhurues të natyrës dhe ata të cilët nuk janë, po ndoshta një kurreshje për të parë gjëra interesante mund të shti që të na bashkangjiten atë ditë. Besoj që nuk do të zgënjehen, kanë se çfarë të shohin, kanë se çfarë të përjetojnë, kanë se çfarë të ndajnë me pjesëmarrësit dhe çfarë të bartin tek ata që nuk do të jenë prezent atë ditë. E rëndësishme është që të vinë të shohin gjëra pak më ndryshe, po më e rëndësishme nga të gjithë, jo vetëm për këta pjesëmarrës, por për të gjithë ata që dalin në mal dhe që dua si porosi, besoj që edhe bujari mbështet në këtë drejtim, që atë që ne e çojmë lart dhe e konsumojmë si ushqim, duam ta shijojmë ditën, mos i lëmë mbeturinën. Nëse shkojmë me 4-5 qese me ushqim atje, të paktën një ta marrim në kthim prapë. Për atë ditë ne do kujdesemi, ne do i mbledhim, do i grumbullojmë, po të paktën ditët tjera të mos i lëmë mbeturinat. Për gjithë ata të cilët e vizitojnë Malin Sharr dhe gjithë ato bukuritë e tyre. Shpresoj që kjo iniciative juaja do të ketë një vazhdimsi dhe shpresoj që do të jetë një event shumë i bukur. Qëllimi jonë është të lëmë një vazhdimsi, të promovojmë atë që është reale dhe të kontribuojmë që të zhvillohet kjo dhe njëkohësisht bujari besoj që mund të përmendte paralelisht një aktivitet tjetër ose shtesë që realizojnë në kuadër të klubit bjeshkatar. Po, ne në kuadër të vazhdimësinë realisht. Po, në kuadër të klubit bjeshkatar ne realizojmë projektin i cili është i përkrahur nga dy organizata ndërkombëtare CNVP dhe Point, të cilat edhe i përshëndes dhe dua të potencoj përkrahjen e tyre të jashtëzakonshme. Projekti jonë aktual, të cilin jemi duke e bërë, quhet Ekorinia dhe ka të bëjë me promovimin e bjeshkatarisë në për shkollat dhe universitetet në Tetov. Domethënë mundohemi që rinin ta mësojmë dhe ta edukojmë në drejtim të aktiviteteve të bjeshkatarisë. Dhe mendoj se kemi arritur diçka pozitive në këtë drejtim.
shkaku se kemi filluar të organizojmë edhe marshe me nxënës të cilët shprehin interesim për të njoftuar me bukurinë dhe me natyrën që na rrethon gjithandej dhe për fat të keq nuk e njohim, edhe pse kemi shumë afër, po nuk e njohim. A keni aplikuar në shumë shkolla fillore dhe... Do të thonë, ne kemi mbajtur prezantim deri tash në 6 shkolla të mesme në Tetov dhe në Universitetin Evropës Juglindore. Interesimi është jashtëzakonisht i mirë, do të thonë ka dëshirë dhe ka potencial për të na u bashkangjitur në ecje dhe për të organizuar ngjitje apo marshe në rrugët e Malit Sharp, do të thonë. A keni menduar që të vini edhe në Shkup apo në qytete tjera që të prezentoni këtë projekt? Për momentin jemi të koncentruar në shkollat e mesme në Tetov, po shpresojmë se përsëri duhet të potencojmë me përkrahjen e organizatës ndërkombëtare CNVP, do mundohemi që ato prezentimet t'i bëjmë edhe në pjesë tjera të Republikës. Erben, do kishe qëtuar diçka? Realisht kjo që përmendi Bujari është pikërisht ajo që përmendet, domethënë nevoja për vazhdimësi, se nuk është dëshira jonë momentale të bëjmë diçka dhe të ngelemi aty, sigurisht nevoja ose mbështetja financiare nga organizata ndërkombëtare si PON, si CNVP, që neve dy organizata na kanë mbështetur në këtë drejtim, dhe që realisht kanë bërë një punë të jashtëzakonshme edhe në të kaluarën dhe pritshmëritë tona janë që të ketë vazhdimësi edhe në financimin e këtyre projekteve edhe në të ardhmen me qëllim që po të promovojmë atë që është autoktone, po thjesht të tentojmë ta mbindërtojmë me diçka që është nevojë e kohës ose nevojë e trendeve të reja e rinisë, edhe e banorëve lokal dhe në këtë drejtim besoj që një fazë tjetër të këtyre projekteve mund të lëvizim nga Shari dhe Kandej për të rritur atë vetdijen e të rive dhe të banorëve të tjerë që e janë në Shar, vizitoni sepse ka çfarë të shihni. Kështu që është për të përshëndetur edhe kjo iniciative juaja që po mundoheni trendet e rinisë t'i sillni dhe t'i orientoni edhe nga natyra sepse është shumë e nevojshme. Unë ju falenderoj shumë dhe shpresoj që të gjej mundësinë që të jem edhe unë pjesë e marshit tuaj. Ne ju ftojmë atë ditë në na bashkangjiteni bashkë me kolegët, nëse jo për çështje pune, paktën për çështje qefi. Thirrja vlen edhe për të gjithë qytetarët që kanë dëshirë të vizitojnë ato pjesë të bukura që ofron Mali Sharp. Jeni të mirëseardhur pa përjashtim të gjithë, të vini të shijoni një ditë ndryshe dhe të thjesht të kënaqeni. Mjafton të merrni disponimin pozitiv dhe buzëqeshjen patjetër, mos ta harroni. Dhe një par atletet të forta se ka ku të ngjiten. Pa diskutim. Ruta nuk është se është një marshi, nuk është një marsh që kërkon ndonjë sforco apo ndonjë para përgatitje të fizike, është një marsh shumë i lehtë, ne gjithmonë këtë lloj marshi, domethënë kur kemi manifestimin e ditës së shoqatës, mundohemi që të jetë i kapshëm për të gjithë qytetarët, pa dallim moshe dhe pa dallim përgatitje fizike. Ju falenderoj edhe një herë. Faleminderit edhe juve. Faleminderit edhe juve për kohën. Po, faleminderit. E ju shikues të nderuar, të gjithë që jeni të interesuar që ti bashkangjiteni në këtij marshi në 8 qershor, vizitone edhe këtë aktivitet shumë të bukur i cili e ka për qëllim edhe promovimin e Malit Sharp, po edhe promovimin e natyrës dhe gjithçka që e bukur që na sjell ajo. Ne sigurisht që ritakohemi edhe nesër me materiale tjera dhe me mysafir të ardhshëm, e unë ju përshëndes dhe kaloni bukur në programet tona.